Çështjet ekologjike në komunën e Ulqinit besoj se janë mjaft të rëndësishme për të gjithë dhe një zë ekologjik është më se i nevojshëm që të vi, le të themi, përmes zërit edhe përmes atyre fjalëve që ne do të themi sot në vazhdim. Unë kam kënaqësi që së bashku do të kemi një bashkëbisedim me një aktivist mjaft të njohur edhe të shquar edhe ai i cili merret shumë me çështjet ekologjike, siç është zotri Hoxhić. Unë kam kënaqësi, zotri Xhelal Hoxha, që jeni sot me neve për të zhvilluar këtë bisedë. Edhe ajo pyetja parë për juve është se si e shihni ju në përgjithësi gjendjen ekologjike në territorin e komunës së Ulqinit? Po, sparit me thonë se unë tash 34-5 vjetë si ballafaqom me këtë problem. Me njëherë, 2 vjetë mas si shpallë malizis i shtetë ekologjike, kam pasur që ne e domosdoshme. Po tham një fjalë si kanë thënë përpara Ulqin akti vjetër. Ulqini është qyteti, vendi më i bukur në botë. Klimën, historinë, traditën, marrëdhëniet njëri me njerëzve. Por Perëndia na ka marrë mend zemërit ata vlerat. Me këdasi gjatë jetës time, si kam folë, për shumë një shembull, kur kam kryer fakultetin e veterinarisë në Sarajevë, ka qenë studenti më i mirë i gjeneratës, edhe janë çudit përpara shqiptari me qenë kështu, pa nejse. Edhe më kanë zgjedhur si asistent. Pa mi klima, se ka fillu mas mu me më pëlqy pa kësa. Gjithmonë kam qenë, i kam mëllë hundë, kam pasë. Shkojnë ke një profesor në mjekësin, atje ka një profesorje me shiku, qa kje thot, i thëmë ta kam sinu se diçka në del për jashta. A shikena i kje thot, kaldja sinusave. S'ka thot barë në sada se merë, nuk ka sukses për mirisht me ujdetit mila. A ke qenë thot e hinë det? Po i thëmarë profesor, unë jam pi detit, detar, pi kajt, pi Ulqinit. Pa pi Ulqinit, pa thëmë gjuhë, më lazeze, po kokë gjavolla trashë shofde. Të najlepsi gratë u Jugoslavi, ka qenë Jugoslavia, ka ishtë me 71-shin, para 50 sa vjetë, që mas e jam këthu në Ulqin. Qisha që po thot, po t'ju keni tantë mire, thot, keni plazhin, keni ujin i pastër, keni pyllin i pishave, keni kalan, kena shkuret e në plasë të madhe, atje s'ka pas shumë për kena shatrit në përullisht, po gjatë ma të mire në botë, thot, që ka banë, thot, i to, ashtë se që klima kena në të në Sarajevë. Asera e ka fillu ka unë mi përtrita fjallë të ti profesorit, edhe me njëherë e kam fillu me mendu që ka me ba me Ulqin. Ka pas shumë sfida Ulqini? Ka pas shumë. Në aspektin e punohet në drejtimin e mbrojtjes së mjedisit? Ka pas pasisht punu shumë. Nuk ishtë punu shumë se nuk mund asë një njeri, asë një heqymet, asë sekretariat që ka të se me qenë do të krejt populli më angazhu. Konkretisht mund me thanë Ulqini Sënzisa ka barësi lokale, një 20-30, gjithsesi barësi lokale dohet me organizu e me pas njeriun si merret me ekologji. Aje do të me pas një buxhet jashtë shumë për diçka, si për makina, për gjana si me shfrytzu, ata kryesore. Se popullit sa da si i flet, zore kupten. Si të klisë Ulqini, sot si ka qenë para 30 vjetë, 40 vjetë, ka 33 vjeta, 34 që kanë formu në te. Ka ndru shumë popullësia. Kena njerës të huj, që kanë nërë pisë qashtit, me mendimet i tyne, me qëndrimet i tyne, kanë nërë me intereset i vetë. Jo mojt me turizëm, jo se mu shërua më në njëre dimit këtu, kanë ga ditë shtepia, s'kanë pagu tatimet, s'kanë pagu obligimet. Kena ardhë në këtë gjendje. Kushtohet fluksi, duke qenë se Ulqini është vend turistik, si që toni edhe ju, kushtohet fluksi i turistave, sa
po mbahet le të themi pastërtia në nivel që truhet një mjedis edhe ambienti në qytetin e Ulqinit. Sepse me ardhjen e një popullsie më shumë, ndoshta edhe kujdesi duhet jetë më shumë. Shumë njët. Unë maj mans, kër i kam fillu me punu, ndërmarrja komunale ka pas një, kam janë kështu për smeqarë, si thonë, një. Kur ka qenë aty kanë pas një insan Gjem Motoskiq, Tivaros, par ishë martu me Ulqinaka, ka ardhur më qenë me jetu. Djenë ta një patësh, a i ka marru jetë. Një mas misnate, a i ka ndenjë me shoferi. Kanë dalë me pas Ulqinin. Asjerë s'kanë pas as gjeranat, as parët madhe s'kanë pas as brëllok. 5 mëngjes ka qenë Ulqini i pastër. Ata vite ka qenë një kryetar i komunës Andrije Petricević, i ashpër edhe i drejtë. Djali tim ka tregu, ai gjallë 4 shpinë atë në Pinjesh Parana. Kur ishte nkuda kush, si ka brëllok, s'ka pas shumë plastik atëherë, për ka pas pluk, në ka pas letra, këti gjana shti kanë hedh, edhe kanë pas 2 a 3, kështu me pastru me fshiza rrugën kryesore. A i ka pa në atje se shmirë punë, ka thirë drejtorin i komunaljes. A i këta kanë pas bëra 50 punëtora, sa si me thanë diçka në administratë. Shika i ka thanë të shkam hynë në zyre, kur dhe pjesë zyrës, ma mi bata loma prep, ma si e nesër në punë, shkry puna. A i si ka ndej me punëtor, a i e ka pas rogën mas drejtorit i dyti. A i qysh një mas misnatë dhe rinë 5-6 mëngjes për çdo ditë, për çdo natë, ka pastru. E me 1982, e ka ma dokument shpi, matë Jugoslavin ish majti festival gjatë verës, Kanga verës, 5 pjesë maleta. Tanë kanë tartë Jugoslavisë matë mirët, për Beogradit, Zagrebis, Ljubljanis, Sarajevës, Prishtinës, që ka dion ma Titogradit, ishtira tjerë për Korica, kanë marrë pjesë. I kanë fillu në Koper, Sloveni, e kanë nartë masë nejtë deri në Ulqin. Aja ka një 2 muj, një natë kanë bëhat koncert për popull, pa pavgesë. Ate shteti ka pagu, i kanë aprobat. Kanë zgjedhë masë kush ish kanë nga ma mirë, kanë nga ma shto. Kanë ardhë në Ulqin, edhe masë kërë kanë shiku Ulqinin, e kanë shpadhë Ulqinin si ish qyteti ma i pastër në Jugoslavi. Atëherë, 82-shin, ata. E tash, ata më gjanë më duken si nanër. Se unë kërë kam shpinë, unë kam atë dhe adini vetë, kërë ullëm atë kanë të jo kanë marrë, se kanë marrë. S'kajnë faj, as vazhjitët, as ata, se ka shumë. E populli nuk edhe që duhet, nuk e sistematizen. Duhet me pa gjithësile edhe duhet me punu me popull. Duhet me punu, sidomos këta si janë në rrogat shtetit, popullit, ata duhet me nafshem më të mirë. Aksionet të që ka qenë një aksion, që ka qenë në ministri paradisë, mu s'kam pati, as një aktivist të pi komune, as shqiptar, as sekretar, as kryetara, nën kryetara, kryetar partije. Në cilën pjesë mendoni në gjithë teritorin e komunës së Ulqinit është mjedisi më i ruajtur? Ku shini ju që është arritur të ruhet, edhe cilat zona i shini më problematike? Vjetë, si kam shku në plash Vardanosit, Vardanosi ka qenë, aje pjesë, që kanë marrë me qira, e kanë marrë mirë më dhe. Për para ka qenë Rana ishtë majtë ma mirë, për të Rana s'ka ishte me rrugë, e mëllën s'ka këtë me kalu. Edhe ka qenë Ulqinit. Tu ka qenë, ku jena na, tu ka qenë shatë, ka tonë kanë thanë, ku pashën ka tonë, atë ku ishë Venusi, atë kanë majtë, damadje kanë mjellë, ka kanë qenë dëgjara, të shqytë kështë qenë të shapë Ulqini. Ma tepër ka problem shtej. Që më ndajnë, si da mas ata, mas plajës, si thënë ta zalegje, jas plajëve. Ata e bajnë shumë, ata si kanë ardhë. Si janë Ulqinak verore vetëm. Ja vetëm brlogu, pa ta hedhin e shutin, ga disin shpijat, qartin shpijat, drasat, karrigat, gjithka. Ne kena si NGO,
Atëherë kam qenë Kalimer ka qenë si e kam organizu, kam fitu shpërblime, mos e kam shut dikuj tjerëve, reformova tjetër hapi i Gjelbert. Kesh me 20 kretë dërmarjet i kam shtina për atë. Keni folur shpesher edhe për Kalimerën në Ulqin, keni folur shpesher për Bunën, tani si shihni këtë? Me pas do të kalojmë të Kriporja Ulqinit, si shihni delta në Bunës? Gjenti nanës, ramet pas, gjyshi, stërgjyshi, katërdaja, krejt tanë kanë qenë pashkatar, redetar. Krejt pjasaj kanë jetu, s'ka kërgja tjetër, s'kanë pas kërgja tjetër. Erë shpesher kam shkuar unë si fëmi me dajet e mija, që kanë qenë më të më një daja kam ende gjalla, a ishte erë më i risë, unë 2 vjetë e gjysë, se gjyshi ka qenë për jashtë ka punu, ishë martu nana jeme, kur ka artha, qështë marrë ishë martu vajza, erë ishë ba me një, e ka njerë unë lujshë me këtë dajen, ja kapshe veshin, e qante, banta i dajet tjetër me i mathë ramet pas. S'ke marrë me rravë dajen, Gjeneratat. E ta gjanë kam qenë gjithmonë i lidhun. Tesh ma te për ishë plazha, ma si maraje pjesa, djathas pja asfaltit dhe të shkotje. Këta punoja mundohen ta, si kanë marrë qira marsat për, duhet për kësa, si thëmë, kam gjiku. Shtoj duhet me pas 2 vetë, bashkia lokale shtoj duhet me pas paku 2 vetë, ata me aparata, me kamera, vetëm me qarkullu. Edhe krejt, me vu kamerën vene, ata njerës si i kanë pa, do të mi denu, edhe që se punojnë punë shtetit, mi përjashtu pi pune, se pas i rarë dhe gjepit, populli fjallët janë i mërera. Apo rezikohen speciet e shpendëve? Shpendet, po rezikohen shpendet? Po si rezikohen, shpendet rezikohen edhe nga ushqimi, se përderojnë shumë ta helmet në bujësie, shpendi nuk di qka me hangër e qka me majtë. Kriporën e kemi zonë të mbrojtur, por ju si e shihni, edhe më tregoni pak cilat aktivitete keni ndërmarrë ndër vite për Kriporën, si shoqat? Unë jam i lidhur me Kripore, më ka punu gjyshi në Kripore, në bashkë, kur kanë ba krypin viteve 50, s'ka qena i faravije që thëmë në i treni, e kanë qurë dire atje në mollën, e ka punu më të barkën. Masë të ka punu daja, kam sore zenat për me ka ditë kësi anijesh për i drasave. Masë nej, Pakistan administrat ka punu Rababa, ramet pasët. Vdhem ka punu Kripore si inxinjer, aty ka fillot e ka maru punën dirisa ka dalë në pension. Kripore më ka nafës burs për vajzë, kur ka studiu turizmi, në Katare s'ka shiku, asje meksia, në agronomia, qëka da, i ka nafë gjithë kuj. Unë që kur kam qenë si aktivist, kur kam bërë shumë për Shqipnije, se kena shku, kena ardhë, s'kam pas mjete, mjete me i strehu ata, që vinë, që të mas profesorat i universitetit, shumë herë, kur kam mendë në Kripore, më kanë thanë, bjeri ka për drek, për misdit, atë kanë hangë mirë. Kur ka qenë direktor Qapriqi, kësi përnet është në komunë, direktor Qapriqi, direktor njerë ka i hotelerisë, edhe në Oshkreli, vishtë është në Budve, kur garda kosh i kam qunë në hotele, ata i kanë pëndus, kanë pagu kur gja, ata i kanë pas një me ta. Par gjaja kryesore ishtë edukimi, do të me e fillore pi fillimit, pi shkollës parë. Shkollës të klasa parë, unë kam një vajzë në Gjermani, ka 2 qika, kur ka pas një qik, ka shatrit të përkësa në vjesht ka qenë, në për pishave. Dikush i ka shku, e ka hefat Coca-Colës. Ki ka thanë, mami, thire policin. Dhe të duhet të kemi këtë kulturën. Kulturën. Qëndrojmë edhe pak të Kriporja. Mi përmend disa aktivitetet që janë ndërmarrë për të ruajtur edhe për, le të themi, për mirë funksionimin e Kripores. Për funksionimin e Kripores, me zoj që nuk jam marrë. E ishë marrë CZI-pi i Podgoricës. Ata dhja të punë ma mirë, dhe të mjellë shoshto. Por unë kam angazhu
njerëz eksperta nga Herceg-Novi si merren me pelloit, aja balta krypores. Ata kanë ardhur, kanë marrë atë me çun analizë. Kam angazhuar ekspertat për peshk, Instituti për Biologjinë i Detit, Instituti Biologjomore për Ekuatorit. Çfarë ishin rezultatet pas këtyre? Ata kanë thënë, atë këto shkruan paksa, keni me pa. Çka keni ju s'ka kërkush. Çka keni ju s'ka kërkush. Atëherë kur kanë ardhur ata për Herceg-Novit, unë i kam ata dokumenta çka flas. Ka thënë balta ju ishte si me pas një farm balta krypores, si me pas një farm gjithë me lopa, me viça, me tanë, me mishte. Ky hoteli Splendidis ishin në but. I kam të shkru mën. Ka ble pelloit i ngrimun në boqe, 5 qile, ka 5 qile në Gjermani për një banjës, se i do ti se ka ata klientet i vetë, e në instituti i Gallos. Atëherë, kesh me 2011, para 14-15 vjetë, a i blok ka kushtu 40 mark. Qilja mishit vicit tullit paresh në ka qenë 8 marka. Një qile mish vicit, sa një qile e baltës. Baltës. Herceg-Novi kanë shit atë baltën e kanë shtina për shishe, turistave e kanë marrë me vejdi. Krypa krypores e krypa trash, një institucion si NGO ish për të është si firmë, Agrovita Eko nga Podgorica, a e ka qenë Bruxelles. E ka prezentu një projekt. Mori u kadi, detin në katë. Aja krypa trash e nëjtë ashtu si shimlidhet, para se bluhet e pastrohet. Kush ka reum, në resh në durt, mi ishtë një nëjtë zetë kadra me hy, aja e hekse me qenë pidore. A organizohen mjaftueshëm, le të themi, aktivitete për pastrimin e qytetit? Tani, si e sheh? Na kena organizu, unë kam qenë i pari mund më thanë. Pa gjithësën të fotografinë keni këtu, 2003 ishkja. 50 të saqa, 2003. Në base kanë qenë prezent të dy tigjet, tigje Gjoni edhe tigje Nela. Në base nuk jam i sigurt. Ulqinat, pa kanë ardhë kretë për Malitëzi. Kanë ardhë 3 ditë për një maj 2003 kanë punu këto. Atë shkojnë atë plazhu, volëm edhe në plazhin. Ata masa kena organizu pushtuar s'ditëse midisit me 5 qershor danë shikot në sredine. Kena organizu në pastrimet, sa kena mujtë në për shkolla, në gjansat normalisht. Edhe në plazh, një plazh e kena zgjedhë ose apsia plazhës, edhe kushtura saj kena dalë me parola në për Ulqin. Krejt shkollat i Ulqinit. Bedreli Zaka nga Anamalit, Marko Nullëcis nga shtoja. Ta shtoja të shkollat fillore, edhe ta bërtiqet, i thëmë në Ulqinak, e përdorin shumë ta serbizmin, kanë dalë me parola në për Ulqin. Kanë dalë për Nel Draka, që në direktori shkollës, në Anamalit, për shumë e kam një parola thot, dom lule, zdona cule. Pasërtia e ishtë kultura, turizmi kërkën pasërti, këti gjanash, kena ndiku dhe gjana për s'ka rezultat ashtu sa ka mëndohen. Si është bashkëpunimi midis organizatave jo qeveritare ekologjike edhe organeve komunale? Dikur ka qenë shumë ma mirë, tash më duket se ka metë, unë nuk e ma në gjendje fizikisht nuk e më gjendje, asë unë bashkëshortja, raja ishtë pension 75 vjeqe. Çfarë do ju propozoje? Edhe të rinjve që kanë dëshirë të merren me organizata të tilla që merren me çështjet ekologjike? Zora ashtu par, kemi propozu komunës. Komunës. Cili është propozimi juaj? Shtunja ose dilja fundit, janarit, shkurtit, marsit, prillit, dita pastrimit. Krejt me dalë që të artë.
sidomos njerëz që janë në buxhet. Do të njëherë muaj dalim pastrojnë. Aja ishtë pregaditje për sezon. Që ose s'ka ja krymë ta në punë, aja prep nyhet. Edhe mas verës, pregaditje për sezonin për shumë tash 2026 do të tash mja fillu pregaditjen. Pas të u qështë se janë në prilla, në marsa, edhe krejt ata si shkelin të ligjet, se do të mi qitë në gazetë ose në të utë, filan pistyku mu incizu, që kjo është një rritë se ka hethë brlogon e kena pakët. Do të me shku, ata si shesin këtë materialin ndërtimor. Kush ka blesat tulla, Gjellar Hoxha, që ishte ka ditë shpi, me shku në shpi me shiku si përderen kë. Gjellali a ka rejnu shpi një vjetër, me ka ditë shpi 3, e që ka batë shutin ko ka hethë, mi përcjell me vu kamera. Pas i banë atë punë që mundesh, pas i rave për zgjepit, edhe pak sa do të populli me pas frikë pak shtetin. Se jam me thanë, unë kam përkaq vota, e së mund më mba kërkosh kërgja. Kemi pasur reshje të shumta të shiut. A ndikojnë të edhe për bujqit këto reshje, le themi në toka, në mjedisin tonë? Cili është ndikimi më negativ që mund të kemi pas përmbytje? Negativ, aja bima si ka su rrejt, aja gushitet, s'ka... Jo se ujë si e merë me vejdi. Unë kam punu në bujësi se kam punu, kam pas një drejtor, a gjithmonë ka thanë, ma mirë me qenë thati se vërshimet. Se kur ishtë dhe një gjë thati, ke një frut pak ke. Kur janë vërshimet, s'ke hitë se aje merë me vejdi. Ata thëjnë degat e thëjnë gjanë e vërshimet. Klima ka nëru, por do të re njerëzit në më nëru paksa, edhe mas me pas tërp me punu në qytet një vetë. Qose e domë, se fjallët e du ulqinin që pranej kërkuj sa du në ulqinin, unë jam shqiptari ma i mirë, unë e du atë ne, ta e më pralla boshe, atë me vepra do të me i tregu vejdin. Si mbani mendi ulqinin para shumë viteve, ka pasur përmbytje të tilla? Ka pas për jashtë si tash. Pse i kemi më shumë, si pas jush? Po ka nëru klima, Mahadari gjithmonë ka qenë në ta, se qysh atje ku të shku në Vardena, se ku shpia jeme, ku njiten atje, ta në ujnët kanë ardhë, e kanë shku në plash dvogël. Kanë më, që kësa herë, ke plasha ka qenë. Kënej ma pak se, kënej s'ka pas, këto kanë nej shpijet, kanë qenë shpijet kështë komuna sot, kanalizime diçka, ata që kanë nej pak dvogël. Ma pak kanë qërizu, sot qërizotër ma tepër, ka na higienë, nëse maqinët që lajnë teshën a për shpia, si gjanësh. Nëse dikush nga të rinjt do kishte dëshirë të merrej me çështjet ekologjike, me çfarë porosie do të na mbyllje sot këtë bisedë për të rinjt? Pa dashurinë mi tregu me vepra, edhe me kërku të rinjt, ata të rinjt janë gjenerata të reja, ata do të minëru këtë planet. Edhe me qenë matë mirë se na, si i kene lanu. Që gjenerata jeme ka bara gabim, ata do të me qenë matë mirë. Munden me mësu, munden me ledzu, ka një kushtë në për media, në për televizje, me pata që ka bëhet. Do që është fillim me eduku. Shmirë të vogër mi thënë, ka pa hidhe me lekto, pa shka që hidhe atje, bane këtë, që në një kënej, si janë është. Sa dëmton thjesht një letër ambientin, një letër e gjuajtur, një shishe plastike, sa dëmton ambientin? Po dëmton, shumë që aja grimcohet, masanej aty banë ata mikro, që është plastika, 1000 letra, i merë baktia, i në për ushqim, gruni, kalamoqi, peshko, që gjanë është. Ata gjanë. Shtë që duhet kemi kujdes? Kujdes do të me pas, edhe dashurin do të mi tregu me vepra se jam me fjallë. Faleminderit shumë që ishe në këtë bised me ne sot. Faleminderit ju si më keni ftu. Është kënaqësi gjithmonë të marrim eksperiencën e juaj. Po më thuaj. Herës tjetër, do të ma heret me mba me ditën gjatë që me përgatit që kam dokumenta shumë me jashtu. Këtë është më një marë kalimene, këtë mi fotokopju. Pa tjetër. Këtë fotokopjoja e keni si dokument për krypore. Ke ishë një grup ekspertash. Nga Ulqini, Podgorica, një Këshiqi, institucione tjera. A i si ka përmledh të të mënimet, të kam shkërru në diçka, ka ba një mënim që do të me ba me krypore. Qëfar thot? Qëfar duhet bëj me kryporen? Që ku keni të shkru mund tanë. Ka da gabim me kështu.
Okej, do ta marrim, do ta përmbledhim edhe do ta shtjellojmë përsëri edhe më gjatë. Unë do m'ja quar kryetarit. Ai më thot, nuk ka thënë këse e ka çu. Ka ministrisë Nisanja Shqepanović era nuk ja Për fjalë për vitin 2002 apo jo? Edhe çdo dokument I ruajtur. Ky është numri I tij Omer Markeshić quhet. Ashtu magjistër ekonomie. Që kesh një shembull peshkut. Kesh me 2013-ën. Kesh unë to. Kur kemi peshkun në bunë. Që kesh këtë ulbuna, kesh shëpnia. Kesh buna, kesh një ashtu si banditi. Që kesh në anë tjetër tash. Është një pasqyrë që fatkeqësisht nuk do donim ta shihnim që kemi ngordhjen e një sasie të madhe të peshkut. Këta është peshku pej dinamitit. Të falenderoj që ishe me ne sot, edhe miru takofshim në biseda të tjera së bashku. Faleminderit. Përgëzime për çdo aktivitet që bëni. Keni respektu. Sa mund derisa të jem gjallë, unë kam në vitin 84. S'jam as perspektiv për... Jeni shembull I mirë për gjithë të rinjt që edhe në moshën 84 vjeç akoma ruani çdo dokument edhe le të themi janë mesazhe të qarta se çfarë duhet të bëjmë. Kam dokumenta shumë. Faleminderit. Faleminderit të gjithë juve edhe që na ndoqët.